Po ju drejtohemi përmes kësaj konference, e cila është me legjitime se seanca e thirrur sot në orën 11 nga vetëvendosja. Një seancë që nuk është asgjë tjetër përveç një mjet i zakonshëm populist dhe veprim politik me të cilin lëviza vetëvendosje është mësuar të operojë. Pas konsumimit të çdo forme manipulimi të opinionit publik që nga muaji prill, për të fshehur mungesën e numrave për krijimin e institucioneve, sot po provohet ta quajmë ashtu treni i fundit. Një seancë jo legjitime, jo logjike dhe plotësisht në kundërshtim me rendin kushtetues e me logjiken dhe praktiken parlamentare. Vetëm që Albin Kurti dhe lëviza vetëvendosje të zhveshet nga përgjegjësia e dështimit të saj. Në agjendën e seancës së orës 11 kanë përfshirë propozim buxhetin politik të Republikës së Kosovës për vitin 2026, marrëveshje ndërkombëtare, kredi, borxhe dhe projekt ligje buxhetore, të cilat do duhej dhe kërkojnë proces serioz dhe konsultim të mirëfillt e jo improvizime të ngutshme që shpërfillin rregulloren dhe reduktojnë agjendën shtetërore në dekor fushate. Pikërisht për këtë arsye, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk merr pjesë në një proces kaq të papërgjegjshëm. Lidhja Demokratike e Kosovës refuzon mënyrën e papërgjegjshme me të cilën vendosje po tenton sërish të përdor institucionet e Republikës si instrument të lojrave të saj politike. Prej 8 muajsh, vendi mbahet në pasiguri politike nga të njëjtët që sot paraqesin si urgjencë atë që vetë e kanë zvarritur. E njëjta logjik u pa edhe me zvarritjen 15 ditore të mandatarit pa numra. Një proces i humbur që në fillim dhe i përdorur thjesht vetëm për propagandë. Po të kishin vullnet për krijimin e shumicës parlamentare, konsultimet do të ishin bërë me kohë dhe me të gjitha partitë politike. Qëllimi nuk ka qenë shumica për materiali elektoral, mbajtja peng e vendit dhe krijimi i skenave të radhës. LDK do të marrë pjesë vetëm në seancën e orës 14 e ditës për çështjen e mandatarit në përputhje me bindjet, vlerat dhe besimin e qytetarëve tanë. Të nderuar qytetarë, kjo që po ndodh nuk është asgjë tjetër vetëm mënyra e funksionimit të vetëvendosjes, e cila nga frika që po humb pushtetin dhe nga dashuria e madhe vetëm për pushtet e jo për shtet, po e mban peng vendin me format nga më të ndryshme. Por fatmirësisht, sot besojmë në orën 14 manovrave të lëvizjes vetëvendosje do t'ju vi fundi. Ashtu siç është dashur të ndodhë që në prill, kur edhe atëherë nuk i kishin numrat, nuk kishin marrëveshje dhe shteti do të çlirohet nga prangat e dëshirës së Albin Kurtit për pushtet dhe do të rikthehemi aty ku duhet tek qytetari. Lidhja Demokratike e Kosovës mbetet e përkushtuar ndaj rendit, ligjshmërisë dhe stabilitetit të Republikës së Kosovës. Nuk bëhemi pjesë e skenarëve populist dhe të krizave të fabrikuara për interesa zgjedhore. Unë jam këtu të shpreh qëndrimin e grupit parlamentar dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nuk komentoj as deklaratat dhe as dëshirat dhe as opinionet e të tjerëve. Ne shprehim vullnetin dhe besimin ton politik se me këto veprime po cënohet rendi kushtetues, ligjor dhe rregulloria e punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, por edhe praktikat parlamentare të ndërtuara me mund dhe sakrificë nga të gjithë neve pa parashtim nga shpallja e pavarësisë së Kosovës edhe deri me tani. Për rezultatin zgjedhor e kemi thënë në vazhdimsi, Lidhja Demokratike e Kosovës është e gatshme që të shkojnë zgjedhje, jemi të përgatitur, kemi pas dhe kemi bindje që kemi rezultat mirë zgjedhor, por kjo e tëra është në interes të zhbllokimit ta quajt e kësaj situate dhe kapjes institucioneve nga lëviza vetëvendosje për 8 muaj ku po qëndrojnë në pozita jo kushtetuese, edhe në qeveri, edhe deputet, edhe tentojnë të udhëheqin komisione parlamentare, edhe tentojnë të rikthehen prapë në qeveri dhe të vazhdojnë me të njëjtën logjik. Kjo e cënon rendin demokratik, kjo e minon demokracinë edhe shtetëndërtimin e Republikës së Kosovës, kjo edhe izolon ashtu siç është izoluar Republika e Kosovës. Nuk ka nevojë me ta themi ne, kjo është parë edhe në takimin e partive politike ose subjekte politike parlamentare me presidentin ku asnjë subjekt politik parlamentar nuk ka deklaruar që ka marrëveshje politike ose ka numra për mandatarin e dytë, dhe arsyet tashmë po dihet, sot në orën 14 do ta shihni ju dhe qytetarët e Republikës së Kosovës se ekziston ndonjë lëvizje ose marrëveshje politike në ndryshim të qëndrimeve që kanë pas grupet politike deri më tani. Unë flas në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës,
Ne jemi unik në këtë qëndrim, besim prapa qëndrimit që ka marrë kryesia, kryetari dhe këshilli i përgjithshëm që nuk kemi votë për asnjë mandatar të lëvizjes vendosje pa marrëveshje politike. Edhe ajo mbetet për të vlerësuar dhe tjertë për të gjekuar, sepse ka pas shpresë dhe besim që mund të jetë edhe një 15 ditë i favorshëm që t'jap mundësinë lëvizjes vendosje për krijimin e qeverisë. Datat që ka shprehur vullnet dhe gatshmëri kanë qenë datat në afatin kushtetues, po sa më të shpejta. Ne pritshmëritë tona kanë qenë që do të ishte fillimi i dhjetorit të këtij viti dhe nuk do të kishte asnjë pengesë dhe asnjë zvarritje. Për vëzhguesit ndërkombëtar, unë mund të flas me kompetencë, kam pas edhe kontakte në vazhdimsi me kolegë tjerë nga kryesia LDK-s, me vëzhguesit që kanë qenë për zgjedhjet lokale dhe ata janë të gatshëm që të vazhdojnë edhe gjatë muajit dhjetor kurdo që marrin edhe zgjedhjet nacionale. Domethënë, po flas në atë që na kanë deklaruar në takimet e fundit, sepse ka qenë temë edhe kjo çështje. I pam edhe disa deklarata, ndoshta që mund të apostrofohen, tendenca për të krijuar një farë lloj fajtori për marrëveshjet ndërkombëtare nga lëvizja vetëvendosje. Lejonit theksoj se edhe për këtë çështje kem pas takim në zyrën e BE-s të gjitha grupet politike dhe aty e kemi kuptuar që kjo marrëveshje ka mujt të kaloj edhe në fund të vitit 2024, por ka qenë pa aftësia, keq menaxhimi edhe ajo që quhet mosvullneti i partisë që ishte në pushtet për t'i aprovuar këto marrëveshje dhe për të filluar me planin e rritjes. Jo se kuvendi ka qenë legjitim, edhe pse ka pas vetim gjykatës kushtetuese, të gjitha vendimet e asaj qeverie kanë qenë legjitime me vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe nuk është analogji që mund të përdoret, ose ndonjë tendencë që të thuhet që atëherë opozita ka votuar një buxhet dhe tash pjesa tjetër nuk dëshiron. Janë situata të ndryshme, ne kemi kuvend të formuar, kemi një qeveri që ishte në detyrë tashmë në ndërheqje dhe mbajtja e pozitave që duhet të siguroj atë që quhet ndarjet e pushteteve nuk përfillet nga lëvizja vetëvendosje dhe ky është fati i keq që joni edhe gjithë qytetarëve të vendit. Sot kemi tema më të rëndësishme se sa. Sigurisht është detyra e organeve të Lizës Demokratike të Kosovës edhe për ato do të njoftohet edhe më. Faleminderit shumë.